Sërish në What of a Show. Çuna jeni bërë shumë të bukur sot. Ti që ke bërë shumë bërka pika që ke bërë punë të birë pika. Jo, tani unë bëj kompliment dhe ju s'bëni kompliment se vetëm po ne bërka të bukur. Pika të rënd të pika thua. Ti e bë më e bukur me shësi që ato rruazët. Kujdes. Marilyn Monroe. Kujdesni me mua. Shumë vibe në 90s. Jam bërë e bukur për të shkuar diku. Ti ke vajt e modë. Ke marrë për ça bëhet fjalë do thoni ju. Sepse dolëm ne dalim shpesh në evente nëpër Tiranë. Ne thrasim i shkojmë se duhet i bëra ditët lart e poshtë. E vërtet dhe tradita vazhdon këtë vit me Miss Universe. Si gjithmonë ne ishim në eventin e përzgjedhjeve të Miss Universe. Dhe Kostiani ishte pjesë e jurisë përzgjedhëse për Missin. Vazhdoi jo se do kishim Misse shumë të bashkë. Po. Gjithë atmosfera ishte shumë e bukur, ishte një vibe që ne shijuam me të ftuarit që ishin, kështu që bëm dhe ca pyetje me spec, morëm ca përgjigje që donim ti merrnim. Kto që bëjmë neve gjithmonë, domethënë. Kështu që them le ta ndjekim, mos u mbasim shumë kohë. Ne rikthehemi me intervistën. Miss Universe. Dhe më në fund unë u shpalla Miss Universe Shqipëria. Ti gjithmonë ke qenë Missi, what the fuck, ja. Ke qenë gjithmonë Missi. Po deri ai sepse me sapo shoh vajzat këtë vit janë dhe të shumë bukur. Po, kemi goxha prurje të reja, por dhe shumë vipa në horizont. Po, kështu që unë them mos u mbasim kohë dhe hajde shkojmë nga të bëjmë atë që dim ne të bëjmë mos u mbasim. Jemi këtu me Miss Universe 2022 Deta Kokomani. Deta, si je njëherë? Shumë mirë e dashur. Faleminderit që më ftuat, edhe ti shumë e bukur si gjithmonë. Vazhdon ta mbashkurorën them unë. E vërtet. Faleminderit. Po nga ke humbur Deta, sikur s'të kemi parë shumë aktive në për intervista, në për... Po, me thënë drejtë jam fokusuar më shumë te shkolla, tek farmacia kohët e fundit, dhe po merrem pak me këto angazhimet e Miss Universit që besuar prapë ta prezantoj këtë vit. Shpresoj që dalim sa më mirë. Tani ti the që je e zënë dhe me studimet. Sa e rëndësishme është të jesh dhe smart dhe e bukur në televizion ditët e sotme. Po, mendoj që shumë ka të bëjë shumë, jo vetëm bukuria, prezenca, po edhe artikulimi, zgjuarësia një vajze, sidomos në Miss Universe, patenta e Miss Universe e vlerëson shumë tek vajzat, edhe në finale vajza që do fitoj këtë vit, do e shikoj që aty ku do shkojë përfaqësoj Shqipërinë, zgjuarësia është ajo që zën 70% të votimit. Intervistat me jurin. A fitohet mirë nga modelingu që të mundesh të jetosh se unë vdes për pyetjet me lek? Nuk e di, në Shqipëri me aq sa kam punuar dhe me ato gjëra që kam punuar unë, besoj që fitohet mirë, po jo aq sa për të jetuar shumë mirë. Okej, ne urojmë shumë suksese me zgjidhje të presim të shohim në 6 qershor spektaklin e madh. Si moderatore këtë radhë. Moderatore si Miss. Faleminderit. Ja ku jemi këtu me një nga personazhet më të përfolur me Stenaldo. Si jeni? Si je Stenaldo? Na ka marrë malli një për atë inteligjencën tënde. Ne ka marrë malli për mua se po dhe për ty patjetër, po dhe për ty, po më jep për inteligjencën. Ai do atë çfarë i mungon pas. Okej. Jo, unë nuk i mungoj. Si ka qenë kjo periudhë për ti pas Big Brother? Na, just sweet. E këndshme, shumë i angazhuar. Momenti mirë edhe nuk harroj me thënë asnjëherë mirënjohës për njerëzit që më kanë vlerësuar në kohën time në shtëpi, edhe që më kanë bërë sot të ndjej lloj gëzimi që është për ne që jemi personazhe publik i paletërsueshëm. Stenaldo, je i lumtur me fituesin e këtij viti, këtij edicioni të Big Brother? Unë kam mbështetur Selin, por kryesisht në daljen e mia nuk kam diskutuar personazhet e Big Brother dhe do më lejonit mos e bëja sot. Patjetër, po të paktën nëse mund të të pjesë për mikun tënd më të mirë aty brenda për Malin. Ke pasur mundësi ta takosh, një dyshe shumë fantastike. Malit i kanë thënë të mblejt sop tokë në Prishtinë që të shkoj ta bëj shtëpinë atje se s'po na vjen nga Tirana më. Po vjen nga Tirana? Megjithatë sot deri sot kemi folur me njëri tjetrin bashkë. Edhe i thash ke humbi thash edhe kemi ngrit këto F16-at e natës se të kërkojnë të gjejnë se ku je, se me vërtet që ka humb, po na vjen javën tjetër na vjen në Tiranë. Edhe patjetër që po. Stenaldo, ndonjë këngë me Malin?
Do ketë në film si? Duhet na vi spontanisht fare, nuk kemi bërë plane, po patjetër që e kemi menduar këtë gjë të brenda shtëpisë Big Brotherit. Jashtë jemi parë, kur kemi ndetur, kemi qëndruar larg atyre topikëve, temave të përhershme të Bigut. Edhe ne vetë kemi dashur të shliru pak nga eksperienca, se me thënë drejtën, 100 ditë aty brenda nuk janë pak. Dhe tani që kemi kohë përpara, do angazhohemi dhe do ta bëjmë se s'bën diçka të bukur, sepse besoj që dhe publiku e pret. Nga 1 te 10, si do ta vlerësoj ti gjithë eksperiencën tani në Big Brother? 11. 11? Shumë i lumtur. Po për planet e verës çfarë ke në plan? Sepse vera do të ardhë 111 që ka zjarr Stenaldo. Stenaldo shumë faleminderit. Shumë faleminderit, është shumë kënaqësi. Jam këtu me Gjesin, i cili është pas eksperiencës së Ferma VIP dhe të gjithë jemi kurioz se si po shkon jeta jote tani që u mbyll ajo eksperiencë. Ishte një eksperiencë e shkurtër edhe tani po merrem me disa projekte që kisha vazhduar edhe më parë që kisha lënë për gjysmë. Jam kthyer punës, rutinës edhe sportit patjetër. Patjetër, normal. Dukshëm. Tani i ke ndjekur fermerët brenda, çfarë ka ndodhur me ta, kjo situata e Olës me Adionin, si të zhdukur, ke një koment? I kam ndjekur pak, por besoj që është tensionuar situata ca aty brenda, i presioni, trusnia, izolimi, po jep ato efektet e veta. Po që shumë mirë më duken akoma të gjithë. Iliri apo Moza? Patjetër jam Team Moza. Team Moza forever. Tani këto gocat këtu si po duken se shumë prurje të reja pas ka këtë vit në Miss Universe. Gjitha janë shumë bukura dhe që ka mrekulli e vërtet. A do ketë në njëra vend për zemrën tënde apo ke zemrën e zënë? Le ta lejmë këtë të zbuluar. Okej, shumë faleminderit Gjesti. Faleminderit. Jam këtu me 3 yje, si quheni? Amanda, Maria, Alba. Tani, si është konkurenca mes vajzave të këtij viti, si të duken ty? Unë për vete nuk mund ndjej konkurrent. Nuk ndjen konkurrencë. Cili është një kriter që sipas teje shpall një vajzë Miss? Unë mendoj Miss i vërtet, përveç bukurisë së jashtme, duhet të ketë edhe bukurinë e brendshme. Çka është gjë e rëndësishme. Te bukuria e brendshme futen cilësi shumë të tjera si inteligjenca, empatia, ndoshta një çik charm e tjerë. Unë mendoj që gjithë gocat i kanë këto gjëra përderisa kanë ardhur këtu. Kështu që janë gjitha dhe jashtë dhe brenda të bukura. Ai sa njoh unë janë shumë të zgjuara, të bukura dhe gjitha i kanë. Where are you from? I'm from Michigan, jam prej Amerikë. Jetoj në Michigan. A di mirë shqip apo pak? Unë flas dialekti më sorqe, edhe unë flet pak shqip. Pak shqip. Pak. Your smile is very beautiful. Faleminderit shumë. It caught my eye in the first moment. Faleminderit shumë. Ju uroj shumë suksese vajza. Penny, prej 4 vitesh prezantues i Miss Universe dhe këtë vit prap ti, si të vëndo ndihesh ky fakt? Në them të drejtën jam shumë i privilegjuar edhe besoj se edhe për shumë vite tjera do jem unë ai që do i prezantoj. Nuk lëviz, nuk bëhet llaf. Këtë vit ka një diferencë, ama ndryshe nga vitet e tjera. Ke edhe një status tjetër në CV-n tënde si ish fermer. Ej, po si të bën të ndihesh? Fermer që mos qofsha mo fermer. Po pse? Po pse, nuk e di dolë shumë shpejt, edhe mendoj se do ketë pas një gabim aty, ose ke pjesa e votimeve do ketë ndodhur pa dashje. Nuk dashje apo do të thonë nëse shumë kanë rreshtë. Ej, po shikoj, më mirë që dole se Ola e pe çfarë ndodhi. E pe si përfundoi? Si reagove ti kur e pe në atë moment? Them drejtën është për të ardhur keq, mënyra se si është qasja edhe kujt po i jepet hapësirë. Normalisht që më vje keq, sa shumë gocë e re, shumë mendoj se e ka pas edhe nga mosha, kupton? Është shumë e re, po prap sido që tjetë aty duhet një psikologji shumë e fortë atas. Edhe që dalësh në atë varfeje ose si thush ke atë lloj zhanëri si më thon ose e merr rrugës aty. Tani, po nuk besoj. Produksioni i këtij viti, Fermos VIP, si të duket ty? Se ti e ke prekur dhe nga afër si një. Unë e kam prek, e kam jetu, edhe mendosha se do ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua, por nuk do lek nëjsh fare, i zhgënjym pa fund. Moza apo Iliri? Mendoj se janë bo shumë libër i lexuar tani, ne besoj se as Moza as Iliri.
Asnjëherë. Zhaku. Do ketë surpriza, mos duket çudi, do ketë surpriza. Vajzat të vitit ty si janë dukur të Miss Universe? Se thuhet që janë më të bukura se të vitit kaluar. Unë e them shumë shpesh në çdo intervistë në përgjithësi që si vajzat tona shqiptare nuk kam as i vend botës. Normalisht bukuria është relative, po mendoj se çdo vit po përmirësohet. Teni, ti si ma në shkollë dhe si moderator prej shumë vitesh, cili është kriteri më i rëndësishëm që duhet të ketë një miss? A është fiziku? A është inteligjenca? A është mesazhi paqes? Balkoni. Çfarë? Dëgjoj që bukuria e thashëm është relative, po normalisht më e rëndësishme fatos është që një vajzë të dihet çfarë të flasë dhe mënyra se si hap gojën në çfarë do. Bravo. Faleminderit. Bravo, bim dakord. Faleminderit. Ore, a paguhesh mirë ti? Po kostosh me kritikat. Shqipëritë, që son pranesë lëshoj, do me thonë nuk punoj 3 muaj sa për i vit. Super. Po te ferma se kemi dëgjuar që aty japin lek. Akoma si ka marrë lekët. Bana, bini bana. Bini tenis lek. Lekët. Faleminderit shumë se